referimi për të dytën herë më radhë i ligjit në gjykatën kushtetuese e shpërfaq të rëndësinë e dërgimit në këtë gjykatë me qëllimin që çdo gjë të kontrollohet dhe u sigurohen rregull. Të sigurohemi nëse kjo nismë prapa vetes e ka një qëllim politik, që është politizimi i Këshillit, apo prapa vetes e ka qëllimin për reformë, që është e vërteta, në pikpamjen time i ka pasur të dyja, po fal reagimit të fuqishëm të opozitës brenda Kuvendit të Kosovës dhe reagimit të fuqishëm dhe profesional të shoqërisë civile dhe këtu edhe dua t'ju përgëzoj edhe juve dhe IKD në rastin konkret dhe natyrisht edhe organizata të tjera, gjetjet e cilave natyrisht i kam trajtuar me respekt dhe me kujdes, bëri që ky proces i ligjit të vihet në binar dhe sot e kemi një ligj i cili megjithatë përkundër vërejtjeve që mund t'i kemi, si i tillë do ta promovoj më shumë transparencën dhe llogaridhënien në Këshillin Prokuror të Kosovës dhe natyrisht Këshillin do ta ekspozoj në publik në çdo vendim të tij, sepse tek e fundit nuk është e rëndësishme, nuk është e mjaftueshme transparenca në një forum të vendimarrjes që ishte tepër jo proporcional në raport me anëtarët e jashtëm. E shto faktin këtu, vendimorja. E shto faktin këtu që anëtarët e jashtëm për vitet e tëra nuk maksimumi 1-2 kanë qenë një periudhë shkurt aty, sepse për bëret plot s'ka pas kujesa asnjëherë. Sepse për shumë kohë të gjatë anëtarët e shoqërisë civile dhe shoqëria civile ju e dini që nuk kishte dërguar ndonjë kandidat në Kuvendin e Kosovës për të zgjedhur nga radhë të saj. Po për shkak të çosës që kishte ndjek për ndjekja e shantarëve. Për ndjekja e shantarëve, do thotë. Po e di atë histori dhe një kohë pastaj edhe mungesa e anëtarit nga radha e avokatëve të Kosovës, e po ashtu edhe përfaqësimi i fakulteteve juridike. Kështu që në rastin konkret edhe përbërja mendoj që do ta ketë efektin e vetë, dhe natyrisht që thash në fillim të fjalës time, për sa i përket strukturës, numrit dhe përbërjes, ne nuk e kemi pasur ndonjë vërejtë, kështu që uroj dhe shpresoj që nga hyra në fuqi e ligjit, për sa i përket ligjit do të hyjë fuqi, për sa i përket anëtarëve, natyrisht do të reflektohet kjo pas përfundimit të mandatit të anëtarëve aktual që i bie në fillim të vitit të ardhshëm, sepse siç e dim, në draftin e parë të ligjit ishte një dispozitë kalimtare, i cila ishte në kundërshtim të plot me sigurinë juridike dhe si e tillë urxhuar nga gjykata. Ju kujtohet dispozita kalimtare Tasha ja gjykim do të më respektu mirë, po dilemat e mia se te për këtë ligjin e dytë, unë kam pratot po në Ministria e Drejtësisë nuk ka ditë më arsyetu, sepse e drejta subjektive e disa anëtarëve do të thotë nuk është dashur me mbivalvu mbi interesin e përgjithshëm për reformë në sistem prokurorial. Kjo nuk nënkupton që me dole me usulmu gjykata kushtetuese siç ka bo opozita. Në asnjë formë. Më fal, siç ka bo qeveria, më fal. Atë standardi që ishte zbatuar në rastin konkret ishte standard kushtetues institucional që ndërprerje arbitrare, jo vetëm në raport me anëtarët e Këshillit. Që ka qenë standardi vendosur edhe më herët prej gjykatës kushtetuese. Arbitrare, mandate dhe kushtetuese, zë fill në rastin e Jajagës, e pastaj ka pas një sër rastesh që jurisprudenca e gjykatës kushtetuese nuk e lejon ndërprerjen arbitrare. Edhe Komisioni i Venecias nuk e ka përjashtu, do thotë në tërësi shkputjen e mandateve. Mirë, po thjesht do thotë çka ka thonë qeverisja, ka thonë jo, këtë çështje nuk më ta zgjidhë unë. Do thotë standardin ndërkombëtar është që nëse ki arsye me besu që reforma e përgjithshme e gjithë sistemit ty të varet nga ç'kjo zgjidhje, atëherë ke të drejtë mirë, po nuk mundet me ardhë Komisioni i Venecias, se ka qenë pak një parë jo serioziteti edhe në raport me Komisionin e Venecias. Do thotë po i dërgon një herë ligj me vlerësu, që po thotë uli numrin e anëtarëve nga 13 në 7, dhe më pastaj pja dërgon tjetrën që pithu jo për rritin në 19. E më pastaj po e miraton tjetrin me 7. Do thotë është një farçosje jo serioze edhe në raport me Komisionin e Venecias. Dhe këtu besoj që qeveria ka pas mundësi me argumentu ma fuqishëm në raport me këtë dispozit. Si do qoftë jemi ku jemi, do thotë dhe tash është situatë tjetër që e kemi ligjin e ri që i cili tani më pret dekretimin.
Njerë vendimin prej gjykatës kushtetuese. Zotri Fetau, po, qeveria në vazhdimsi e ka akuzu opozitën si penguse të reformës në drejtësi. Tash kur e kemi parasysh këtë që ligji i parë për reformën në Këshill nuk ka kalu, ndërsa ky i dyti kaloi, çfarë mund të themi këtu? Po, në rastin konkret, unë konsideroj se çështjet e akuzave politike, ato nuk i marrë në konsiderat në trajtimin e çështjeve të tilla, por mund ta them me përgjegjësi se çdo nismë e dërguar në gjykatën kushtetuese nga opozita i ka bërë shërbimin më të mirë kësaj qeverie, në radhë të parë, shtetit, qeverisë, në aspektin e rishikimit dhe përmirësimit të shkrimit ligjor, edhe po ashtu edhe në sa i përket standardeve që i ka promovuar pastaj gjykata në kuptim të asaj se deri ku mund të shkojë përgjegjësia e qeverisë në shkrimin e ligjeve, për sa i përket rregullimeve që atakojnë ose ndikojnë në sistemin e drejtësisë, në pushtetet e tjera të pavarura. Kështu që referimi i rasteve në gjykatën kushtetuese ka qenë veprimtaria natyrisht më e vlefshme sipas pikpamjes time që opozita ka bërë në gjykatën kushtetuese dhe ndoshta as dua ta mbivlerësoj punën time sepse kam pasur fatin dhe kënaqësinë që 29 nisma pra ligje dhe vendime të kësaj shumicës parlamentare që sapo i përfundoi mandatin, t'i dërgojnë në gjykatën kushtetuese dhe natyrisht që secila e kishte peshën dhe rëndësinë e saj dhe mos dërgimi i tyre ne kuptonte t'i mbyllim syt përballë kapjes së shtetit, përballë tendencave për t'i kapur institucionet e pavarura, si ishte rasti me Këshillin prokurorial në draftin e parë, si ishte rasti me Këshillin e pavarur mbi këshyrës, si ishte rasti pastaj me ligjet e tjera, që në rastin e fundit ishte KPM-ja, ligj të cilin po ashtu të njëjtën ditë e kam dërguar në gjykatën kushtetuese, kështu që një nga angazhimet më të mëdha dhe më shënjuese të punës së opozitës së mandatit që shkoi ishte angazhimi në mbrojtjen e kushtetueshmërisë përballë një shumice arrogante që kishte numrat por nuk e kishte as aftësinë, as idenë e ndarjes së pushteteve, as motivin për të avancuar dhe përmirësuar sistemin, por përkundrazi kapjen dhe nështrimin e pushteteve të pavarura, institucioneve të pavarura, kushtetuese dhe ligjore, si dhe do të thotë delegjitimin e gjithë arritjeve të cilat kanë ndodhur për 15 vite në shtetin e Kur jemi këtu dhe të kjo temë e kritikave që qeveria vazhdimisht ka synuar që ta politizoj sistemin e drejtësisë, i dha disa nga argumentet nga drafti i parë, në fakt nga projekt ligji i parë dhe projekt ligji i dytë. Ky projekt ligj që tash kaloi dhe që do të zbatohet në praktik, a e politizon Këshillin Prokurorial të Kosovës? Po thash, unë do të përrezervona me dhënë ndonjë gjykim ose para gjykim të arsyetimit të këtij aktgjykimi i cili në formën e njoftimit doli për publikun. Por nuk e di se si do të zbatohet. Diskutojnë prapë kur del vendimi. Po, sigurisht jo, dhe jo vetëm kur del vendimi, por edhe kur të fillojë zbatimi i tij. Unë kam frikën që mos pjesëmarrja e anëtarëve të jashtëm shpeshherë do të përkthehet në formën e shantazhit, sepse vendimarrja është komplekse, natyra e vendimeve dhe veprimtarisë së Këshillit është komplekse. Ka vendime të rëndësishme,